ditën e 10 përsëri zbret mbreti i tine Marhab, ai i cili vrau 2 sahabe në 2 luftim. I thot, habe, ku i kini trimat ju? Unë dola 2-3 herë dhe vrava disa prej jush. Atëherë thot del Aliu radhiyallahu ta'ala an, barsi i flamur, i thot, unë dal di luftim kundër ti. Andaj ai i thur ose i thot njëjtat vargje. E din Khajberi se kush jam unë. Trimi provuar në luftë e lavdon veten e tij, gjë e cila e shtyn Aliun që dhe ai të lavdohet përpara tij me disa vargje. Andaj Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ja bon një replik me disa vargje të thurura shumë të famshme të tija, duke thënë: Ene alladhi sammatni ummi Hajdara, unë jam ai të cilin nana e pa quajtur Luan. Nana e ka quajtur Luan. Andaj nanat e së kaluarës, djemtë e tyre i kanë quajtur me emra fisnike, të cilat kanë kuptime të mëdha për të ardhmen e jetës së tyre. Vazhdon dhe tregon Aliu radhiyallahu ta'ala duke thënë: Ke lejthi ghabatin kerihil mandhara, unë jam ai të cili nana e pa quajtur Luan, sikurse Luan i xhungullës i cili të frikson në pamje, kur ta shohësh friksohesh. Pastaj thot Aliu vërsulet drejt tij dhe i bjen me shpat mes kokës së tij dhe ja çan kokën ndysh. Dhe vdes Marhab.